unë jam i bindun që mos të ishte afati i prillit, këta do të bëshin gjithë bashkë, si që jam bashkë, PDK, LDK, AK, Nisma, Lista Serbe, e tjera, dhe kështu do të tentonin të krijonin një qeveri. Por fakti që zgjedhjet në prill janë të pashmangshme për shkak të presidencës, këta e dinin që një qeverisi e tillë nuk do të zgjaste shumë, rrjedhimisht bashkëpunimi me Listën Serbe veç do t'i dëmtonte edhe më shumë, prandaj nuk e patën këtë guxim. Në anën tjetër, çdo kërkesë të lëvizjes për zhbllokim të situatës, qoftë ajo për koalicion me LDK-n, ata e refuzuan. Madje, edhe kur kryeministri Kurti u tërheq vetë nga kandidatura për kryeministër dhe propozoi zotin Konjufsa që të jetë mandatari i kësaj qeverie, qoftë ajo dhe afat shkurtër, vetëm që të kalonin pikat kryesore dhe të mos kishte ngërç institucional, të kalon të ligji i buxhetit, të kalon të ligji për kryeqytetin. Ne ndam si pikë të veçantë ligjin për kryeqytetin, do thotë buxhetin për kryeqytetin, buxhetin për komunat e Gjilanit dhe Leposaviqit, po ashtu edhe për marrëveshjet ndërkombëtare. Kjo opozit, pa kur farë arsye logjike, nuk i votoi asnjë nga këto pika.